Qashtu po më duken... Zëqiri me gestikulimin që e bëri, kjo është e pamundshme. Unë po besoj, sepse kam thonë çdo herë që me PDK-n s'ka koalicion, zë ndodh koalicioni. Më përpara shkohet në zgjedhje se sa shkohet në koalicion. Me PDK-ja me VV. Më përpara në zgjedhje. Po. Se ti thu e pranojnë partitë politike shkojnë në zgjedhje edhe një herë? Po shiqen deputetët me shku zgjedhje të shohim PDK-ja, deputetët që kanë vënë betimin. Tash atyre ka filluar me vetë. Nëse i referohem një sondazhi që e pashun dhe që s'kam drejt flas, e pash që dy subjekteve politike që ju konvenojnë zgjedhjet janë PDK-s dhe Vetëvendosës. Po to? Tani mos më këshirni mu t'jap shifra se s'guxoj. Po vetëm i dhash diçka si një vargim. Po nëse shohim falze që të lutem, janë vetëm 2% votave mund ta ndryshojnë situatën në mënyrë radikale. Prandaj ka parti që kalkulojnë edhe për zgjedhje. Për shembull Vetëvendosës 2% i vijnë më shumë. I marr 45%, i merr 51 deputet. Po ku kam i marr? PDK mund të merr 2%. Tash ku mi marr ato? Jam i hub 2% se kalon kuvendin. Krejt situata ndryshon. Krejt e ketit e AK-n aty çfarë